Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gjensila Thartori, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Sot do të paraqitem me një video ndryshe, me një video Getonomi. Çfarë është një video Getonomi? Një video Getonomi është një video ku content creator ose krijuesit e përmbajtjeve në YouTube dhe në rrjetet sociale i përdorin për të bërë një prezantim midis tyre, që të thyet akulli midis tyre dhe abonentëve dhe personave që ne na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale. Shpeshherë në rrjetet sociale në YouTube ne ndjekim video të pafundme, qoftë video arkëtimi, studimore ose thjesht për kuriozitet, dhe shpeshherë na lind pyetja se kush ndodhet pas tyre. Unë jam Gjensila Thartori, kam lindur në qytetin e Rogozhinës. Në qytetin e Rogozhinës kam kryer studimet fillore në shkollën Qamil Gjuzi. Më pas ciklin 8 vjeçar e kam kryer në shkollën George Soros dhe kam përfunduar ciklin e mesëm në shkollën Haxhi Qehaj, në gjimnazin Haxhi Qehaj në qytetin e Rogozhinës. Në vitin 2005, në vitin e dytë të gjimnazit, kam fituar të drejtën për të qenë anëtare e Forumit Rinor Euro-Socialist Shqiptar, FRESH, që është forumi politik pranë Partisë Socialiste të Shqipërisë. Fal një angazhimi politik, sot gëzoj të drejtën për të qenë drejtuese ekzekutive e një prej forumeve më të mëdha politike rinore, Forumi Rinor Euro-Socialist Shqiptar pranë Partisë Socialiste. Në vitin 2008 jam transferuar në qytetin e Tiranës, ku aktualisht jam dhe banore. Tirana është qyteti më i madh i studentëve, kryeqyteti i Shqipërisë, që në nëntor të vitit 1912. Në qytetin e Tiranës kam fituar të drejtën për të kryer studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në degën Inxhinieri Matematike dhe Informatike në ciklin bachelor. Në këtë fakultet unë kam kryer edhe ciklin master shkencor. Në vitin e tretë të fakultetit, në vitin 2011, unë kam fituar të drejtën për të qenë anëtare e lëvizjes rinore mjaft. Një lëvizje qytetare mjaft prestigjioze, mjaft. Fal një angazhimi nëpërmjet protestave dhe nëpërmjet forumeve, tryezave, bisedimeve me anëtarët e forumit mjaft, sot gëzoj të drejtën për të qenë drejtuese ekzekutive e një prej lëvizjeve qytetare